Sepse Valdetën do e kemi tashmë në lidhje, tashmë duhet ta kemi Valdetën, edhe do ta pyesim se ajo duhet jetë sot tek. Vale! Mirëmëngjesi, Vale! Mirëmëngjesi! Mirëmëngjesi Dritro, mirëmëngjesi Valbona, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e televizionit Italsat. Valdeta vesh një gjë. Ku je aty brapa, shive ku është ajo priza e dritave të bredhit, fute aty në prizë, le të ndizet bredhi. Nuk ka. Për fat të keq, nuk ka, për fat të keq, nuk është i stolisur. Vazhdon, ende nuk është i stolisur dhe nuk ka drita. Do ta presim kur të fillë, po, kur të rregullohet. Do ta presim dhe për fat të keq, diu ne pritnim edhe Ariun, po si duket nuk ka kaluar Ariu, se askund nuk e shoh. Është nisur, po vjen, Vale. Diu ka nisur, duhet vije. Me përmbajtimin me saj. Vale, si je, si u zgjua Shkupi sot, si është energjia aty ku po ndodhesh në qendër të Shkupit? Po, ka shumë njerëz, ka të ri këtu në qendër të Shkupit të mbledhur, të moshës së re, nuk e di pse janë këtu, ka edhe turistë, mirë po, mund të them se 9:15 është 9:20 dikund, sikur të jetë ora 13. Sikur të jetë ora 13, ka shumë. E hëna e gjeti kështu Shkupin, e hëna e mbarë e Shkupi. Si është moti? Sepse sot ishte pak ngricë. Moti është shumë ftohtë. Po, është ftohtë, mirë po është me diell. Unë dua të ndalem vetëm një sekond. Këto po patjetër për temën, mirë po unë dua vetëm një sekond të ndalem. Vale, si është ajri në Shkup? Sorry. Është bllokuar, jam bllokuar, domethënë shqisat e frymarrjes, domethënë nuhatja është bllokuar sepse motin e kemi tepër të ndotur, të mërshëm. Ajri është i ndotur, po. Jo vetëm që në nuhatje dallojmë, mirë po dallohet edhe me sy. Unë dua të bëj një thirrje të gjithë qytetarëve, edhe pse në lajmet në rrjetet sociale nuk e shohim, të keni kujdes, të mbajnë maska, sidomos për ju të gjithë që keni edhe probleme shëndetësore, sepse ajri ka filluar që të jetë me të vërtetë mjaft i ndotur dhe unë e di që mund të ndikon shumë tek të gjithë ata që vuajnë nga shumë sëmundje të ndryshme të frymarrjes. Vale, sot e kemi vendosur shihet vetëm pak Valbona, shihet prej së largu, që në pjesën pak më të largët shihet ajo ndotësia e ajrit, edhe me sy mund ta shohim prej këtu. Rreth e përçark shihet ajo ngjyrë e zymë të them. Po. Vale, ne sot kemi përgatitur një temë dhe po e flasim edhe me shikuesit tanë, që po kemi edhe shumë mesazhe që nga orët e para të mëngjesit, sepse vikendin apo fundjava që kaloi një aktualitet apo një temë aktuale që ndodhi dhe që tmerroi, mund të them, vendin tonë. Të gjithë opinionin. Po, publik. Pamje të tmerrshme të frikshme. Ndodhin ajo përleshja e nxënësve që në shkollën në Saraj, ku nuk është rasti i parë, mirë po ishte edhe rasti më i fundit që ndodhi. Ka të bëj me përse është dhuna kaq prezente tek fëmijët, Vale. Si mendon ti? Domethënë Valen e kemi gjatë gjithë kohës, ka qenë shpesh herë pjesëmarrëse në për shkolla të ndryshme, e ka parë mentalitetin e fëmijëve, i ka parë edhe ato të mbarë, të mirë që janë, por me sigurisht që i njeh edhe ato grupacionet të cilët janë ata ma çapkënët. Vale, pse mendon shoqëria jonë viteve të fundit, më të themi që po shndrohet dhuna tek fëmijët shumë prezente. Unë dëgjova një informacion, do doja ta theksoj, para disa ditësh këtu në Bit Pazar, në një vend ku shiten armë të ftohta, dhe 2 fëmijë, që ma tha një miku im, thash pse nuk e nxorë celularin për të filmuar. 2 fëmijë që diskutonin me shitsin se cilën lloj thike ta blej. Dhe shitsi u thonte kjo si flutur është më e mirë se sa kjo tjetra. Edhe kjo duhet dënuar. Kjo është të tmerrshme. Kjo ka ndodhur jo më larg se 100 metra nga televizioni Alsat, ku shiten thika në rrugë, ku policët kalojnë, lëvizin aty gjatë gjithë kohës i shohin dhe nuk i ndeshkojnë. Armë të ftohta. Po, Valdeta. Edhe ti e ke parasysh se ku është ajo. Është tmerr i madh se kohëve të fundit
po rreshtohen këto ngjarje, po ku duhet ta drejtojmë gishtin, pikë së pari, te prindët. Do me thënë, prej shtëpijës vi ajo e gjitha, ne jemi gjenerata dritëro pak më të vjetra dhe jemi rritur si fëmijë dhe si të rinë në një sistem tjetër, ku teknologjia as pak nuk ka prekur në shpirtat tonë, dhe ne jemi gjenerata bios, si them. Më vjen shumë keq që rrjetet sociale, kjo teknologjia e re, jo vetëm te rinia, në shkollat fillore, që në klasën e 6, 7, 8, aty diku fillojnë ato sende, sepse ata të cilët janë më të mitur, më vjen keq se edhe te ato, këto celularë, ato tabletë, janë para prindërve. Unë kam pas rast që i kam parë në park, nëna bisedon në celular, babaj në celular, ndërsa fëmiu në tablet, në parkun e qytetit të Shkupit, jo më larg të shtunën. Edhe në shkollë po ashtu, nuk e di se sa janë të ndaluara celularët. Kam dëgjuar që kam filluar që t'i marrin edhe ju grumbullojnë në një box. Po, disa i kanë reduktuar, po. Sipas me duhet edhe në box, do me thënë në fillim të mbledhen dhe në fund të ipen, ose asesi, as pak mus të ipen, po vetë mos e më dhënë si të ketë celular dhe ases të ketë me prindërit. Por kam dëgjuar informacione, kam dëgjuar që ka prindër që shqetësohen se ti si kujdestar nuk ke të drejtë që t'ja marrish celularin fëmijës tim. Kjo është problematika më e shpesh që ndodh në shkolla. Unë dua të kem qasje me fëmijën tim 24 orë. Vetëm pak Valbona? Po. Mua më ka ndodhur se sa do kudo kam edhe një pjesë që mirem me arsimin, me shkollimin, me fëmijët, dhe bëj disa rubrika në emision. Kam thritur një grup fëmijësh, kështu që për një moment kam qenë e shtangur se kam parë në grup, para kamerës, kanë kontrolluar celularin, nuk kanë qenë të koncentruar në atë që e flas, nuk kanë qenë as pak të interesuar, mirë po të vi të promovohem dhe aq. Të shpresojmë për fatë keq kjo gjenerat. Të shpresojmë, Valdeta, që vërtet duhet të punohet. Duhet të punohet me të prindërit më shumë. E qartë, Valdeta, të shpresojmë që një ore përpara të vëdësohemi prindërit fillimisht, pastaj mësimdhënësit, shkolla, sistemi, që të kemi gjenerata të reja. Të mundohemi të paktën në mos me qef, fundit me dhunë të ndërpresim, sepse po shëndrojmë, po kalojmë një gjenerat me fëmijë të cilët Zoti na ruajt dhe na i ruajt edhe mente kokës në këtë vendin tonë, se si zhvillohen me këta dhunat, me këta fenomene të çuditshme, me mos kujdesin, nuk kemi mundësi si prindër të bëjmë kontrollin dhe vëzhgimin. Mos kontrollin, ashtu. Do të kemi shumë tema për këtë. Vala, diçka tjetër shkurt, sepse aty në shesh, po dëgjojmë, po filloi valli atje. Po, filloi një muzikë, unë shoh se diçka po ndodh. Janë disa të ri, do me thënë para, kam përplot të ri, nuk e di se çfarë ndodh, më duket një happening i shkurtër, një fest këtu me shkollat e mesme. Me siguri do të kenë ndonjë aktivitet më andej. Duket bukur. Nëse ka diçka interesante, do ta filmosh edhe do e kemi këtu në emisionin tonë. Do të ndalem tani, do bisedoj me ta se çfarë eventi është. Mirë, po një porositë të gjithë prindërit. Pasi që me dekada unë punoj dhe ka një komparacion ndryshimi të hatashëm të dallimit të brezave, po të dallimit të brezave. Të kthehem pak të gjyshërit baballarët, këta prindër, dhe të mësojmë pak ligjërata
nga ata. Të thithin ato njohurinë, edhe pse mendojmë se është një teori e vjetër. Jo, nuk është një teori e vjetër. Ajo është një teori natyrore që ti mbash fëmijët afër, Të paktën, në kontroll, të edukuar. vazhdo, Vala, vazhdo. Procesin arsimor dhe nuk do të ketë më kësi farë lloj sende që shikojmë. vërtet është për të qarë Po. dhe janë të frikshme kur i shohim sikur në filma që janë ato aksione, si të them. Po, e qartë. Valdeta, të falenderit shumë, sepse edhe ora shënon duhet kalojmë publicitet. Unë do doja të shikosh edhe pamje se çfarë mund të gjejmë diçka interesante dhe ta kemi këtu në studio, sigurisht. Vale, faleminderit shumë. Në qoftë se ka diçka ekskluzive, do na paraqitesh në ndërkohë. Po. Dhe regjia do të lidhim patjetër. Mirupafshim.